A e dini se top 10 sekretet më të mëdha në botë të gjitha kohërave janë? Para se të ndjekim videon, ju lutem bëni subscribe kanalin ton që të mos humbesni faktet më interesante që do t'u sjellem në shqip. Në pozitën e 10, sekretet bërthamore të SBA-ve. Ndoshta ky është veçanërisht informacioni më i mbrojtur në botë. Objektet bërthamore në vetvete janë një sekret dhe vetëm njerëz të veçantë e dinë se ku ndodhen ato. Kodet e lëshimit bërthamor janë informacioni më i fshat i qeverisë amerikane, i tillë që vetëm zyrtarët e lartë në Departamentin e Mbrojtjes të SBA-s kanë qasje në këto kode. Sasja e armëve bërthamore dhe lloji i armës bërthamore që zotron SBA-ja mbetet e paditur për publikun. Publiku nuk do të njohë kurrë informacionin bërthamor. Si një superfuqi është qartë e kuptueshme pse qeveria e SBA-s i mban të fshata informacionet. Kushdo që mund të përdorë informacionin me mjete të palegjshme, sigurisht që do ta vërë në rrezik jetën e tij. Informacioni ruhet shumë për qëllime të sigurisë kundër çdo vendi rival bërthamor. Kjo paraqet një shqetësim të madh se çfarë do të ndodhte nëse do shfaqej një luftë bërthamore. Zoti na ruajt. Në pozitën e 9, vendodhja e depozitave të naftës në SBA. Vendodhja e minjerave të sakta për naftë mbetet një sekret i lartë qeveritar në SBA, por si e mban qeveria atë sekret? Thashë themët thonë se sapo gjenden depozitat e naftës në tokën tuaj dhe ju ta raportoni atë, qeveria atëherë do ta blejë tokën dhe ju duhet të betoheni për ta mbajtur vendin të fshat. Arsyeja pse vendodhjet mbahen sekrete është të parandalojë që njerëzit e pasur të blejnë tokat për të ndërtuar puset e tyre dhe për të bërë copa të mëdha parash nga nafta. Kështu informacioni në lidhje me vendodhjen e depozitave të naftës mbahet shumë sekret nga qeveria e SBA-s. Në pozitën e 8, sekretet mjekësore të SBA-s. Në lidhje me ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, informacioni mjekësor i çdo pacienti supozohet të mbahet sekret. Ky duket të jetë një rast i qartë i privatësisë apo jo. Shumë thonë se disa mjek do të rrezikonin edhe jetën e tyre për të mbajtur të fshat raportin mjekësor të një pacienti. Qeveria e formuloi këtë ligj në mënyrë që të parandalojë çdo lloj poshtrimi që mund të prek pacientët. Betimi që oficeri mjekësor bën për të mbajtur sekret informacionin mjekësor të pacientëve njihet si betimi i Hipokratit. Informacioni mjekësor i pacientëve duhet të mbetet i klasifikuar përveç nëse përfshihet siguria e pacientit ose siguria e të tjerëve. Si të tilla, dosjet mjekësore janë të aksesuara vetëm nga personeli autorizuar dhe një do të kërkonte aprovim ligjor ose mjekësor për t'i përdorur ato. Kështu, sekretet mjekësore të SBA-ve janë ndër sekretet më të mëdha në botë. Në pozitën e 7, palosja e pecetës së Habsburgut. Nga të gjitha sekretet më të mëdha në botë, do të besoni se palosja e pecetës Habsburg është një sekret i lartë qeveritar në Austri. E po, sado që sharake të duket, kjo është e vërtetë. Në Austri, palosja e pecetës Habsburg është një akt mbretëror që përfshin udhëzime sekrete se si të palosësh pecetën. Palosja e veçantë u përdor në tryezat mbretërore në mbretërinë e Austro-Hungarisë. Fakti më interesant është se shumë janë përpjekur ta palosin, por nuk kanë arritur. Në të vërtetë nuk ka udhëzime të shkruar askund në botë se si ta palosni atë. Procesi i palosjes së pecetës Habsburg përfshin procedura që njihen vetëm nga zyrtarë të afërt dhe të besuar të shtetit. Këta njerëz betohen dhe bëjnë një betim se modeli do të mbetet sekret shtetëror me çdo kusht. Po pse ta mbajmë sekret këtë? Thashë themët thonë se është një kulturë mbretërore dhe që ka për qëllim të mbetet një sekret për gjithmonë. Në pozitën e 6, receta e KFC. Keni menduar ndonjëherë se çfarë recete përdor KFC gjatë përgatitjes së vakteve të saj? E po, ndalo të pyesësh sepse kurrë nuk do ta dish. Receta është një sekret kryesor botror që kompania ka arritur ta mbajë të pazbuluar që kurrë u krijua. Receta e fshat u bën nga Harlan Sanders më 1930 në Kentucky. Pjata e tij e famshme e pulës, cilën ai u ashiste banorëve në North Cabin, ishte aq e shijshme sa që të gjithë flisnin për të. Me këtë sukses, biznesi i zotrit Sanders u rrit aq shpejt sa ju dash të formonte një zinxhir restorante në gjithë botën. Sot KFC është ndër restorantet më të mëdha në botë, ndoshta kjo mund t'i atribuohet recetës së saj sekrete që ka mbetur një mister për publikun. Receta mbahet fshehur azi në selinë e kompanisë dhe ruhet shumë. Në pozitën e 5, zona 51.
Nuk ka asnjë listë sekreteve ose gjërave të çuditshme që mund të mos përmenden për zonën 51. Thellë në shkretëtirën e Nevadës qëndron zona 51, sekret i CIA-s, një bazë gjigante e shkretirës që mbetet e papranuar dhe e mohuar nga qeveria amerikane për gati 60 vjet, deri në gusht 2013 kur CIA më në fund pranoi se ky vend është i vërtet. Është një strukturë ushtarake forcave ajrore amerikane e cila ruhet shumë nga publiku. Në të vërtetë, përveç njerëzve brenda, askush nuk e di se çfarë ndodhet pas këtij perimetri. Mbi zonën 51 është një nga hapësirat ajrore më e kufizuar në planet, por pse qeveria amerikane po përpiqet kaq shumë për të mbajtur njerëzit jashtë saj? Më në fund, e vërteta ishte shfaqur në dokumentet e deklasifikuara të botuara në gusht 2013. Sipas raportit të CIA, zona 51 u krijua në vitin 1955 për një qëllim të vetëm, për të provuar një projekt avion tepër sekret me emrin e koduar Kod Aquaton. Avioni do spiononte Bashkimin Sovjetik kur Rusia mburrej me fuqinë e saj bërthamore. Në pozitën e 4, Adolf Hitler. Historia tregon se më 30 prill të vitit 1945, Adolf Hitler vrau veten në bunkerin e tij nën toksor. A është vërtet kjo, apo sovjetikët e gënjyen botën? Dëshmitë nga dokumentet e reja të deklasifikuara të FBI tregojnë se qeveria kishte informacione se Hitleri ishte gjallë pas luftës së dytë botërore. Ai gjoja se jetonte në malet e Andeve. A mund ta kishte mashtruar Hitleri vetë vdekjen e tij? Publikimi i dokumenteve të FBI-s tregon qartë se vetvrasja e Hitlerit ishte falsifikuar në mënyrë perfekte. Kjo është mjaft e mundshme sepse ai ishte njeriu më i urryer në botë në atë kohë, kështu që ju dash gjente një mënyrë për t'i shpëtuar Gjermanisë së goditur nga lufta për mbijetesën e tij. Ajo që është më tronditse është se FBI i dente të gjitha këto, por u mbajt sekret. Në pozitën e 3, HIV/AIDS, që nga vitet 1980 ka pasur shumë debate në lidhje me origjinën e HIV-it dhe shumë teori janë formuluar. Shumë njerëz sugjerojnë që HIV/AIDS ka origjinën nga Afrika, por a është e vërtet? Disa besojnë se sëmundja vdekjeprurse është prodhuar në një laborator nga shkencëtarët. Që virusi HIV është bërë nga njeriu, sikur të mos mjaftonte kjo, teoricianët e konspiracionit gjithashtu besojnë se është gjetur shërimi për HIV/AIDS, por a nuk është ndarë në botë? Pse kanë frikë? Apo po e përdorin si armë sëmundjen HIV/AIDS? Është vetëm çështje kohe para se shërimi i fshat të zbulohet botës. Në pozitën e 2, formula e Coca-Colës. A e dini se formulat për të bërë Coca-Cola janë një nga sekretet më të mbrojtura në botë. Pra është kaq sekrete sa që kompania u dash të anulonte veprimet e saj në Indi, sepse do të ishte detyruar t'i siguronte qeverisë formulën e tyre të përbërësve. Kompania gjithashtu bllokoi një rast divorci kur një grua me një nga trashëgimtarët kërkoi formulën origjinale të gjyshit të tij për Coca-Cola. Kompania u sigurua që shënimet të mos i dorëzohen asaj, sepse formula përfundimisht do t'i zbulojë botës. Në fakt, vetëm pak punonjës i dinë përbërësit për të bërë Coca-Cola. Vetëm 2 punonjës, në të njëjtën kohë lejohet të dinë formulat sekrete. Këta pak punonjës duhet të betonë se do të mbrojnë informacionin dhe do ta mbajnë atë sekret me të gjitha mjetet e nevojshme. Në pozitën e parë, jeta e përtejme, parajsa dhe ferri. Ky është një sekret që gjithë njerëzimi duhet ta di, se ka jetë pas vdekjes. Parajsa dhe ferri janë të vërteta dhe kur të vdesim gjithë do shkojmë te secili prej tyre. Kjo nuk bazohet në ndonjë fe apo kulturë, por është një fakt i thjeshtë. Por patjetër, askush nuk dëshiron të shkojë në farr ose të kalojë përjetësinë e tij në flak. Të gjithë duan të shkojnë në parajsë. Cili është sekreti më i madh këto? Si mund të shkojmë në parajsë? Jeta përtejme është e vërtetë. Shumë kanë vdekur, kanë shkuar në farr dhe janë kthyer përsëri në jetë për të treguar historinë e tmerrshme për ferrin dhe shumë kanë pasur takime shpirtërore të parajsës. Na shkruani në koment cilin nga këto sekrete nuk e keni ditur. Ju faleminderit që na ndoqët, like dhe subscribe që të mos humbesni video tjera si kjo që ne postojmë.